Emisionin e nisim me një gjykim të shpallur sot nga gjykata themelore në Pej. Jon Hoti është dënuar me 24 vjet e 6 muaj burgim për vrasjen e Albisandr Recep Shlilovës në nëntor 2024 në Klin. Sipas akta akuzës, i pandehuri më 13 nëntor të vitit 2024 me dashje dhe me armë zjarri, ka privuar nga jeta viktimat duke vënë në rrezik jetën edhe të personave të tjerë që ishin prezent në lokalin ku kishte ndodhur vrasja e dyfisht. Në atë mënyrë që i pandehuri paraprakisht i kërkon shtëpitë e viktimave, kurse më pas përmjet rrjetit social Facebook i kontakton viktimat dhe me të njëjtit lë një takim në një lokal në qendër të Klinës dhe pas një bisede disa minutëshe me dy viktimat, me të cilët ishte i ulur në të njëjtën tavolin, i pandehuri J.H. ngritet në këmbë dhe duke qenë i kthyer me shpinë ka viktimat, nxjerr armën nga xhaketa e tij dhe filloi të shtinte në drejtim të viktimave. Me qrast, vëllai i viktimës R.Sh, dëshmitari E.Sh, hidhet në armë të pandehurit duke parandaluar të njëjtin të shtinte më tutje, kurse në ato momente bie në dyshemi arma e të pandehurit, ndërsa më pas i pandehuri J.H. largohet nga vendi i ngjarjes, ku si pasojë nga të shtënat të armës së zjarrit gjen vdekjen në vendin e ngjarjes viktima A.Sh, ndërsa viktima R.Sh dërgohet pa shenja jete në spitalin rajonal të Pejës. Tani flasim për diçka tjetër, një grup i trafikut të armëve nga Kosova drejt Shqipërisë u godit pas një hetimi 5 mujor nga antitrafiqet e Tiranës. Operacioni koduar Puzzle çoi në pranga në total 10 antar të grupit të trafikut të armëve. 8 të rinj u arrestuan ditën e sotme, ndërsa 2 të tjerë ishin arrestuar në kuadër të këtij hetimi me datën 1 prill. Ndërkohë, 2 persona janë shpallur në kërkem, të cilët siguronin armët në Kosovë dhe qytetet të Shqipërisë dhe më pas i sillnin ato në Tiranë. 2 të arrestuarit, 1 me 1 prill, u kapën me 2 armë zjarri të dyshuara të trafikuara nga Kosova, ndërsa hetimet për këtë grup kanë vijuar duke quar kështu në arrestime të reja. Operacioni zhvillua në 2 lokale, në Vlorë dhe Laprak në Tiranë. Policia bëri të mundur sekuestrimin e 14 armëve të zjarrit, 12 pistoleta dhe 2 automatik.